Në Universitetin Fanoli në Korçë u zhvillua një aktivitet me rastin e 15 vjetorit të Departamentit të Historisë dhe Gjeografisë, një moment i rëndësishëm për të reflektuar mbi rrugtimin e deritanishëm dhe për të projektuar vizionin për të ardhmen. Në aktivitet u vlerësua roli i departamentit në jetën akademike të universitetit, si dhe kontributi i tij në formimin profesional të studentëve ndër vite. Gjatë këtyre viteve, programet e ofruara nga Departamenti i Historisë dhe Gjeografisë kanë patur një vizion të qartë, të përgatisin specialistë të mirëinformuar në fushën e historisë dhe gjeografisë, si edhe mësues të përkushtuar që do të kontribonin në edukimin e brezave të rinj. Në këto vite, programet tona kanë formuar një numër të konsiderueshëm studentësh, rreth 427 studentë të diplomuar në bachelor, 393 student në master profesional, të cilët tashmë janë angazhuar në sistemin arsimor, në institucionet publike dhe në fushat të ndryshme të jetës shoqërore. Sot para departamentit ka sfida të reja. Për mendimin tim, ato sfida nuk lidhen vetëm me numrin e studentëve, që fakti është që nuk është aq i bollshëm sa ka qenë përpara, ka një lloj ulje. Por sfidat që janë tani janë me diçka tjetër, kanë të bëjnë me metodat e mësimdhënies, që dhe këto janë problematike në këto lloj fushash tani, sepse i dim metodat standarde të mësimdhënies të historisë dhe të gjeografisë, apo dhe kërkimin që bëhet në këto fusha. Në këtë aktivitet u shprehën falënderime për themeluesit e programit, drejtuesit ndërvite, stafin akademik, studentët dhe bashkëpunëtorët në institucionet arsimore e publike të Qarkut, që kanë qenë pjesë e këtij rrugëtimi 15 vjeçar.